që të shishe muj, dhe me ftyrës, Jo, s'ka muj, se këtu hangë ftyrë, se vazhdimisht po mirët me muj, jo me për çka ftu në televizion. O, Madoshi, pse po nervozohesh, Allah? Jo, bes hiç s'kesh nervoz. Pse po përmend ujë? Se Allah po mirën krejt me mu. Po mirë që merren me ty, se me ty duhet merren, po pse Jo, do të merren me publikun. Po çka po ti po ndori, po çka ka lidhje uji në debat këtu? Ka shumë lidhje. Për pos që i kemi sponsor dhe falenderoj shumë. Se freskohet pak edhe ulçohet. Qetësohet pak. A be mush? Po jo, s'pe mushi tash. Në rregull. Kthillet. Po. Se si me këtu për të ndarë 2% me ndryshu, kushtrim. Që pas herë ta thot, 2%, 2%. O, zotri, nuk bën dallim 2%. Bën, kënë nëzirë për kuvendit, Po këte fontana dëshirave, pastaj. Ti çka e duke mendu? Potencialisht ta çka kalkulojnë, unë nuk e di jam ndodh as ndodh, çfarë di unë. 2% po du me thonë që mundet let mu mri. Se 2% janë, mundet, a mrijet as mrijet nuk e di, po mundet mu mri. Edhe kjo një motiv këta për me shku zgjedhje, se këta shpresujnë që ashtu. Kush është interesuar shkojnë zgjedhje? DTK-ja, më falni, VV-ja dhe PDK-ja. VV-ja dhe PDK-ja? Po, da. VV-ja dhe PDK-ja? PDK-ja një jetë komode, të pak të me hup, beson që nuk ka me hup, ose pak rritët, ose me që aty që o prap mirë për PDK-n, vetë po menën që me shtu poteza pak u rritë. Ta sha u rritë, as u rritë, me blokim shteti. Pranvera për ty, kush janë të interesuar? Topsohet, pak edhe Okej, krenari po thotë, VV PDK? Siç po shihet, ma interesumja është VV-ja për zgjedhje. Mirë po, tash, nuk e di, nuk ka matje të sakta, po prej opinionit publik shumë njerëz janë të zhgënjym për arsye se 11 herë me u qit dikush, me u votu edhe mos me u votu, një mas pari njerëzve mas shumë të vjen keq edhe si një grua qysh po përdorët, faktikisht me u bloku kuvendi, për arsye se nuk është veç faji saj, asaj zojës që po ja zonjës Albulena Haxhiu, pa marrë parasysh, po vendoset edhe nuk po votohet. Do me thonë, 11 herë po bohet hajgare edhe është bo cirkus kuvendi i Kosovës. Mendoj që VV-ja ka me gabu shumë, për arsye se nëse tash kemi me shku zgjedhje, jo që ka me ra, po ka me ra, tash nuk po munde me përdor shifra, por jo me i marë që ta deputet që i ka 48, po as këta s'ka me i mri fare. Kështu që ma e mira as mirës, unë nuk jam prej atyre të ashamirve, të cilët nuk duhet me mri, dhe më thonë, partit politike marrveshin me zveti. Për një me kanë qenë ofendimet e rana, për një me janë kalu të gjitha vijat e kuqe që janë ofendun me zveti e kryesisht shkarë prej VV-s, por mendoj që kësaj here ka me qenë mësim për zotin Kurti që mos me i ofendu oponent politik. Për arsye se të bëhet edhe një garë fair play. Kur na e kemi pas sa kam votu, krejt është në rregull, kanë dalë e para, mirë po është e tyne me kriju qeverin edhe me konstituu kuvendin. Po thojnë, jënë dhanë disa alternativa për partive të ndryshme. Po thojnë dërajeni, për arsye se një person të cili është propozu, gjithashtu është një person shumë, kisha me thonë, në aspektin agresiv, të cilit asë njoni prej partive nuk po e dënë. Atëherë në që se ti dënë me bo institucionin ndrobre emrin, se nuk lidhët gjdo gjopër edhe po del keq edhe ajo zoja cilën e kam propozu, sa që me tarë gjunap, prej saj 11 herë me qenë, dhe me thonë, komplet kuvendi kundër saj. Një farë mënyrë edhe po keq përdorët, edhe shumë keq që po është femën edhe po lidhën për emrit saj. Tjetra është që është mirë zoti Kurti me reflektu kësaj here, me i kriju, me konstituu kuvendin, por edhe me mri marrëveshje politike me LDK-n. Edhe LDK-ja, edhe pse është shumë e vështirë, unë menoj që duhet me pranu në qoftë se e marrin... Me letër ta ka konfirmu në LDK që s'është interesum me e bo Albulenën kryetarët kuvendit. Fakti që